Horoskopi ditor e enjte 23 tetor 2025. Dashi, ditës së sotme do i mungoj bashkëpunimi dhe komunikimi në çift. Gjërat nuk do ecin as pak ashtu siç duhet dhe do jeni shpesh të mërzitur. Beqarët në të kundërt do kenë sukses në dashuri dhe do fillojnë një tjetër etapë në jetën e tyre. Për financat do jetë momenti i duhur për të bërë një riorganizim tërësor të situatës. Do ja dilni ta stabilizoni gjendjen. Demi, Marsi do e bëjë dhe më të bukur sot jetën tuaj në çift. Komunikimi me partnerin do jetë akoma më i ngrohtë se më parë. Beqarët më mirë të mos fillojnë asnjë lidhje sot, sepse atmosfera do ju turbullohet më shumë. Prisni edhe disa ditë. Në planin financiar, duhet të ndërmerrni iniciativa dhe ta rregulloni sa më shumë gjendjen në të cilën ndodheni. Binjakët, jeta juaj në çift do jetë përgjithsisht e mbrojtur gjatë kësaj dite. Pjesa më e madhe do kalojnë momente qetësie dhe do reflektojnë mbi të ardhmen. Beqarët do jenë më të gatshëm, do fillojnë ndonjë aventurë edhe pse do e dini mirë se emocionet do jenë vetëm momentale. Financat fatmirësisht do influencohen pozitivisht nga yjet. Gaforja, pas mbështetjes së Saturnit, ndjenjat tuaja për partnerin do thellohen edhe më shumë gjatë kësaj dite. Do dashuroheni sikur më parë dhe do ndiheni shpesh si ndjere. Beqarët ka shumë gjasa të fillojnë një lidhje e cila vështirë se mund të ndërpritet ndonjë ditë. Në financat tregoni më të kujdesshëm dhe shpenzoni me kursim. Vetëm në këtë mënyrë gjendja do jetë e qëndrueshme. Luani, ditë shumë e ndërlikuar kjo e sot nga për ata që janë në një lidhje. Saturni do ju nxjitë të tregoni më kokfort dhe të mos hapni rrugë për asnjë çast. Beqarët do kenë takime të papritura, të cilat do ndryshojnë një herë përgjithmonë fatin. Në planin financiar nuk pritet të keni asnjë lloj vështirësie, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë se sa zakonisht. Vigjoresha, ka rrezik të tundoni nga një person sot dhe ta trajtoni partnerin edhe sikur në mendime. Priten debate të mëdha. Beqarët do kenë një dëshirë ekstreme për të filluar histori dashurie, por mundësitë nuk do jenë ndaj të mira. Edhe sektori i financave do jetë shumë i paqëndrueshëm. Bëni kujdes me çdo shpenzim, sepse do keni shumë vështirësi më vonë. Peshorja, jeta juaj në çift do jetë shumë e qetë sot, do flisni për gjithçka me partnerin tuaj dhe gjërat do ecin në së miri. Mos shkërkoni me patjetër emocione të zjarrta. Beqarët do kenë pas vete Venusin dhe më shumë gjasa, statusi do ju ndryshojë. Financat duhet të kontrolloni disa herë, parë se të kryeni ndonjë investim të madh. Duhet pasur shumë kujdes dhe maturi. Akrepi, jeta juaj në çift do jetë aq e bukur sot, sa që her pas here do ju duket sikur jeni në një ëndër. Ata që kanë shumë kohë bashkë dhe janë martuar së fundmi, do mendojnë për një fëmijë. Beqarët do kenë sukses në dashuri dhe do fillojnë një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar, do bëni çmenduri dhe situata mund të dalë jashtë kontrollit. Shigjetari, klima në jetën tuaj në çift do jetë përgjithsisht e ngrohtë sot. Megjithatë, duhet të bëni kujdes me mënyrën se si flisni dhe me ato që do i kërkoni partnerit. Beqarët do i marrin gjërat qetësisht dhe nuk do nxitohen për asgjë. Në këtë mënyrë do keni edhe më tepër përfitime. Financiarisht nuk do të jeni në gjendjen më të mirë. Kujdes me çdo hap që do hidhni. Britsjapi, jeta juaj në çift do jetë mjaft të ndërlikuar gjatë kësaj dite. Nuk do kuptoni mirë me partnerin tuaj dhe kjo do ju brengos pa mas. Beqarët do kenë një ditë normale dhe pa ndonjë takim të veçantë. As sot nuk do ndryshoni dot statusin. Në planin financiar do gjeni shpejt një zgjidhje për problemet që ju kishin dalë. Ujori, çiftet do kenë një ditë të turbull dhe delikate. Matuni mirë kur të flisni me partnerin që keni në krah. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Merrni gjëra si të vinë pa u alarmuar. Financat do jenë gjatë gjithë kohës të mbrojtura. Nuk do keni asnjë problem dhe asnjë vështirësi në këtë sektor. Peshqit, do bëni çmosë të ruani një marrëdhënie harmonike sot me partnerin tuaj dhe do e dilni mban me sukses. Beqarët do takojnë shumë persona, por nuk do arrijnë të krijojnë me asnjërin një lidhje. Do ketë shumë tipare të cilat nuk do i tërheqin as pak. Në planin financiar do keni mjaft sukses dhe do e përmirësoni tej masë situatën në të cilën ndodheni.